Rajoni Tetovës, Gostivarit dhe Shkupit mbrëm përjetuan makt të vërtet. Bashkë me disa rajone të Kosovës, u ndjen lëkundjet më të fuqishme dhe sipas të dhënave zyrtare, intensiteti ka qenë 5 ballë sipas shkallës makrosizmike evropiane. Sismologët thonë se tërmeti ka qenë aq i fuqishëm që të ndjehet nga një numër i madh i qytetarëve, por fatmirësisht deri më tani nuk ka denoncime për dëme materiale ose të lënduar. Lëkundjet e tërmetit në Tetovë mbrëm detyruan që shumë njerëz të largohen nga objektet e banimit nga frika e goditjeve tjera, kurse nëpër rrjetet sociale janë shpërndar pamje të kamerave të sigurisë që tregojnë intensitetin e tërmetit. Mbrëm Tetova përjetoi një makt të vërtet. Lëkundjet e tërmetit shqetësuan shumë banor. Shumë prej tyre dolën para objekteve të banimit për të shmangur goditje tjera eventuale. Por ç'thon qytetarët e Tetovës si e përjetuan ata natën e mbrëmshme. Pata pak frikë, po prap u te kalua se u ndale, për fatë mirë, qarë dhe. S'ka këtë pritë të rekë, qarë është, vajnë një sekundë, kaluaj. Shumë keqë. Shumë keqë, po a jetoni në shtëpi apo në banesë? Shtëpi. Shtëpi? Po. Dhe cila është gjëja e parë që ju ran në mend? Po dritë i shkate në salonën dhe ajo është. Rrugë jem tonë. Në rrugë? Po. Po ju? Jo. Jo? Tërmet, jo tërmet, nuk e para lemrim. Pa dullet nga shtëpia? Dullu un po. U kthit? U kthim në rria. Si do reagojmë? A dollet nga shtëpia? Jo, nuk dolem këtë shtëpia, por u përgatitëm të jemi të gatshëm me ikë nëse ndodhe dhe faza e ditë e tërmetit. Pas tërmetit të orës 22:05, sismologët thonë se janë shënuar edhe lëkundje tjera apo aftershock, që janë të zakonshme pas valës së parë të tërmetit. Profesori rregullt i Institutit për Gjeografi, Dr. Ivica Milevski, ka dhënë mesazhe qetësuese, duke pohuar se nuk ka hapësirë për shqetësime, duke shtuar se bëhet fjalë për procese natyrore gjeologjike. Asgjë të mërshme, mali shar jo i qetë, akoma po rritet, madje edhe për disa milimetra, që nuk është edhe pak. Le ta bëj punën që e ka bërë me miliona vite, pak nga pak, kurse ne mund të pushojmë, ka shkruar në rrjetet sociale profesori Milevski. Në këtë rajon, edhe para 2 ditëve, u shënuan lëkundje sismike me 3 ballë sipas shkallës makrosizmike evropiane. Edhe pse tërmetet ishin me magnitudë mesatare dhe nuk kanë shkaktuar dëme, sërish rikujtojmë se ky rajon mbetet me aktivitet sismik.